Ditëve të fundit në përjetet sociale dhe portale kanë qarkulluar emra të ndryshëm se kush do t'jenë ministrat e rinj në përbërjen e re qeveritare. Si zakonisht para këtyre zhvillimeve, funksionar të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim inicojnë liferime të emrave të tyre si kandidat të mundshëm për ministra për të matur pulsin e opinionit dhe të kryesisë qendrore të partisë. Kështu tashmë janë liferuar shumë emra sa i përket posteve ministrore, por zyrtarisht nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se ende nuk kanë filluar bisedimet për ndarjen e posteve ministrore. Deri tash unë sa i kam informacionet, nuk janë takuar lideret e koalicionit për të ndarë resoret për formimin e qeverisë së re. Demokracia e lejon, çdo kush mund të nxjerrë emrin e vet për portale, por ende nuk ka emra zyrtar nga asnjë parti politike e më së paku nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Disa nga emrat që lakohen për ministra janë ato të Oliver Spasovskit për Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fatmir Besimi për Financa, Teuta Arifi të jetë ministre e Punëve të Jashtme, Radmila Sheqerinska mund të merr postin e ministrës së Mbrojtjes. Në qeverinë e re mund të përfshihen edhe emrat e ministrave plotësues Ljupço Nikolovski, Aleksandar Kiracovski dhe Frosina Remenski-Tashevska. Ndërsa në lidhje me statusin e komunave deri tek zgjedhjet e reja lokale në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese, Bejta tha se do të respektohet çfarëdo vendimi. Nuk besoj që do bllokohen komunat ose nuk do kenë të drejtë kryetarët të vazhdojnë për shkak se do psojnë qytetarët. Edhe kryetari i parlamentit është informuar edhe do i ketë parasysh gjitha këto gjëra që mos psojnë qytetarët, do sjellë vendim në bashkëpunim me kryetarët e partive të ndryshme që të mbanë zgjedhjet lokale. Edhe me caktimin e datës, atëherën kryetarët aktual kanë të drejtë deri kur të vijë kryetari i ri i cili do të zgjidhet nga vota e lirë e qytetarëve të tyre nëpër komuna të ndryshme. Nga ana tjetër, Bashkësia e Njësive të Vetqeverisjes Lokale, gjithësisht kryetari i saj Koce Trajanovski, nënkryetarët Nevzat Bejta dhe Zoran Damjanovski, kërkuan që më së voni deri të premten të gjendet zgjidhje për mandatet e kryetarëve të komunave. Një nga mundësitë sipas tyre është ndryshimi i kodit zgjedhor, ku dhe do të përcaktohet data e re e mbajtjes së zgjedhjeve lokale. Nga Bashkësia e Njësive të Vetqeverisjes Lokale presin që gjykata kushtetuese nesër të merr vendim për mandatin e tyre.